Javën e ardhshme do të nisë rinumërimi i votave për qarkun e Tiranës dhe të Fierit. Komisioneri shtetëror i zgjedhjeve Lorian Celibashi, gjatë një komunikimi me gazetarët, sqaroi se stafi i KQZ-s do të numërojnë total 610.000 vota. E procesi do zhvillohet në ambientet e Pallatit të Sportit Faria Ohoti. Kemi vlerësuar që ky ligj procedura do të marrë impakt për qarkun e Tiranës dhe për qarkun e Fierit. Do të marrë ndërmjet 18 dhe 20 ditë. Duke marrë parasysh kohën që kërkon procesi rinumërimi, si dhe procesi i ankimimit në kolegjin zgjedhor, Celibashi parashikon se rezultati përfundimtar i zgjedhjeve mund të dalë rreth mesit të muajit gusht. Do të vazhdojmë pa ndërprerje, gjithë administrata e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve do të jetë në punë. Kemi anulluar edhe lejet vjetore për gjithë stafin e KQZ-s dhe duket që të paktën edhe gjysma e parë e muajit gusht do të na gjejë të angazhuar me procesin zgjedhor të 11 majit.